Deputetja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini ka depozituar dorëheqjen nga mandati për shkak të kandidimit të saj për Bashkinë e Vlorës në zgjedhjet e 9 nëntorit. Ishte kreu i kuvendit Niko Peleshi, i cili në seancën plenare të kësaj të hëne njoftoi largimin e Mersinit nga kuvendi. Pas largimit të socialistes si deputete, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është njoftuar të shpallë vakancën dhe zvendësimin e saj. Njoftoj se me shkresën numër 2994 protokollit datë 20/10/2025, deputetja Brunilda Mersini ka depozituar në kuvend dorëheqjen nga mandati i deputetit. Për krijimin e vakancës është njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Brunilda Mersini u qidor nga mandati deputetes pasi do të garoj për kryetare në Bashkinë e Vlorës nën siglën e Partisë Socialiste në zgjedhjet e pjesshme lokale që do të mbajnë më 9 nëntor. Ajo u zgjodh deputete në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, por duhet i jepte dorëheqjen për të garuar për postin e kryebashkiakes, teksa nuk qëndroi më shumë se 2 muaj në kuvend. Në zgjedhjet e 11 majit, Mersini arriti të merrte 5538 vota preferenciale në total, duke përfshirë edhe ato të diasporës. Tashmë në vend të Mersinit në kuvend pritet të shkojë kandidatja Briseta Çakëri. Ajo rezulton si gruaja më e votuar në listën jo fituese me 2998 vota preferenciale në total. Sipër saj qëndron Klevis Kaso me 5288 vota preferenciale, por ai është penalizuar për shkak të kuotave gjinore.